Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Qeni për pak sa nuk e kafshoi, reagimi epik i Valbonës, më i fortë se Laerti. Derisa ishte në terren, një gjë e papritur i ka ndodhur ish banores Valbona Mhilli. Gazetarja ishte pranë një qeni i cili në një moment ju ofrua asaj dhe përpaksa nuk e kafshoi. Reagimi ish konkurrentes ishte i menjëhershëm ku shihet duke u larguar nga ai në mënyrë shumë të shpejtë. Ky që nga më i fortë se Laerti, tha ajo, duket se Valbona ka akoma një inat të madh me aktorin Laert Vasili, nga i cili u eliminua nga gara. Ata shprehën një pëlqim për njëri tjetrin, i cili mbeti brenda mureve të shtëpisë së famshme.